Një operacion antidrogë është finalizuar pas një hetimi 6 mujor në kryeqytet ku janë vënë në pranga 8 persona. Nga operacioni koduar Kodra e Diellit 3 kanë rënë në pranga Herald Rexhepaj, Viola Bendaj, Arolf Harizi, Aril Daga, Gjersildo Arifllari, Dashamir Shehu, Indrit Gjoshi dhe Devis Aliaj, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata siguronin lënë të dyshuara narkotike të llojit kokain dhe kanabis në sasi të mëdha dhe më pas i shisnin ato në zona të ndryshme të Tiranës, kryesisht në afërsi të lokaleve të natës dhe vendeve që frekuentohen nga të rinjt. Në cilësinë e provës materiale gjatë zhvillimit të operacionit janë sekuestruar 650 doza kanabis sativa, 150 doza lëndë narkotike kokain, 1 kilogram lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, qindra qese farmaceutike që shërbejnë për paketimin e lëndëve narkotike, 2 peshore elektronike si dhe 5 aparate celular.